Serbia I ka pezulluar vetes mundësinë për të marrë pjesë në konsultime shumëpalëshe, ndaj duhet të heqë dorë nga narrativa viktimizuese. Kjo ishte përgjigjja që ministri I mbrojtjes Piro Vëngu I ka kthyer qeverisë serbe pas kritikave të kësaj të fundit për marrëveshjen ushtarake mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Më herët presidenti Aleksandar Vučić foli ashpër duke e konsideruar këtë marrëveshje një kërcënim dhe provokim për Serbinë. Në një postim në rrjetin social, Vëngu tha se Shqipëria asnjëherë nuk ka patur në historinë e saj trakte të fshehta kundër fqinjeve. Serbia, duke ndjekur prej 2 vitesh një politik të karrige zboqe në iniciativat rajonale, ja ka pezulluar në mënyrë të njëanshme vetes mundësinë për të nxitur ose për të marrë pjesë në konsultime shumëpalëshe. Ky pezullim, që është në dorën e Serbisë të lihet mënjan, e bën të kotë çdo narrativ viktimizuese që vjen nga qeveria serbe. Në historinë e saj, Shqipëria nuk ka precedent marrëveshjesh ose traktatesh të fshehta në dëm të fqinjve, siç kanë pasur shtete të tjera. Në reagimin e tij, ministri I mbrojtjes shton se kjo marrëveshje ushtarake vjen si një bashkëpunim mes 3 shteteve sovrane për shkak të vlerësimit të njëjtë mbi kërcënimet që pengojnë të ardhmen evropiane të rajonit. Për rrjedhoj, krahas kurreshtjes së ekspertëve të dramave rajonale dhe atyre që mezi presin të gjejnë një vesh për të dëgjuar rënkime, nuk e kemi as pak problem të publikojmë marrëveshjen tripalshe. Marrëveshja për mbrojtje dhe siguri mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë është një bashkëpunim I natyrshëm mes 3 shtetesh sovrane. Si aleat, kemi një vlerësim të njëmend mbi kërcënimet që synojnë të pengojnë të ardhmen evropiane të rajonit tonë. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes ka publikuar deklaratën e përbashkët të 3 ministrave të rajonit. Në deklaratë janë identifikuar 4 pika: bashkëpunimi për blerjen e kapaciteteve mbrojtëse, investime në teknologjinë e mbrojtjes, kundërpërgjigje ndaj kërcënimeve hibride, si dhe mbështetje të plotë për Kosovën për anëtarësimin e saj në NATO.